Avokati i popullit Endri Shabani dhe komisioneri Ahmet Preçi zhvilluan një vizitë në Burgun e Reçit ku inspektuan nga afër kushtet që ofron ky institucion i vuajtjes së dënimit dhe problematikat me të cilat përballen të dënuarit. Pas inspektimit të kryer brenda këtyre mjediseve, në një komunikim me mediat, Shabani deklaroi se burgjet shqiptare kanë jo pak problematika, kundër më kryesoret, renditi veçanërisht atë të marrjes së shërbimit shëndetësor për të dënuarit. Problematika themelore siç është trajtimi shëndetësor, si për të burgosurit, ashtu edhe për punojësit e burgjeve dhe punojësit për stafin mbështetës. Do duhet garantuar sikurse për punojësit e stafit të burgjeve, ashtu dhe për të burgosurit, do duhet garantuar kushte dinjitoze. Punojësit e burgjeve, për shembull, unë dje pata një kontakt dhe një takim me sindikatën e punojësit të burgjeve, edhe ata vazhdojnë të ankojnë, sepse shteti nuk i garanton as trajtim dinjitoz në paga, as nuk i garanton trajtime me ushqim, as nuk garanton aksesin në ujë të pishëm siç e kërkon kodi i punës, dhe unë mendoj që këto duhet të jenë prioritete për institucionet shtetërore, duke filluar nga Ministritë Përkatëse, sikurse trajtimi dinjitoz i të burgosurve, të cilët megjithse kanë kryer një vepër penale, kanë bërë një gabim, janë dënuar, do vuajnë dënimin, por ata një pjesë e madhe e tyre do t'i rikthehen sërish shoqërisë. Në Shqipëri, institucioni Avokatit të Popullit thotë se janë së paku 5 burgje, të cilat duhet të mbyllen për mos plotësim të kushteve, duke theksuar se në këtë pikë qeveria duhet të ndërhyjë me investime. Që ato burgje që ne kemi rekomanduar mbylljen e tyre janë burgjet ndërtuara që në kohën e mbretërisë dhe në vitet 44 më njëherë pas çlimit të vendit, kështu që janë të degraduara në kushte, në standarde që kërkohen për të mbajtur të burgosurit, kështu që ne kemi rekomanduar mbylljen e tyre, sepse nuk plotësojnë asnjë standard. Këto burgje janë lidhen me burgun 313, 302 në Tiranë, është burgu i Burrelit, dhe 2 burgje tjera. Një problematikë që gjithashtu duhet theksuar është mbi popullimi i burgjeve, i cili buron nga numri i lartë i të paraburgosurve. Pra, rreth 60% atyre që sot janë në burg janë të padënuar. Edhe ky është një problem i madh i cili sjell pastaj stres edhe për kapacitetet e burgjeve, sepse shumë persona që mund ndigjeshin në gjendje të lirë apo ndigjeshin në masa të tjera sigurie, në fakt ndiqen, pra qëndrojnë në burg gjatë kohës që prokuroria po heton dhe po mbledh provat. Kritika Endri Shabani pati edhe për ligjin sa i përket kalimit nga kuvendi të amnistisë penale. Sipas këtij të fundit, ajo ka jo pak problematika, për të cilat ka bërë që një pjesë të dënuarve të mos arrijnë të përfitojnë. Për shkak të mënyrës se si është hartuar amnistia, apo për shkak të faktit që disa vendime janë ende të pasbardhura, pra të parsyetuara. Është një rekomandim që ne kemi bërë edhe në fillim të këtij viti dhe më vjen keq që nuk është adresuar në kohë,